Me një kampion bote si Jurgen Uldedaj, sot u nderuan nga qyteti juaj, qyteti i Lezhës dhe gjithmonë besoj është kënaqësi kur merr një vlerësim të tillë. Emocionin e sotëm mund ta përshkruaj barabart me emocionin kur shpalla kampion bote. Është një vlerësim nga veni im ku linda e urrita, plot me sfida, plot me sakrifica, plot me përkushtim për sportin, ja që erdhi dita që ja dolem. A ka qenë vështirë për të mbërritur deri këtu? Patjetër, si çdo sport, si çdo fushë e jetës që ka vështirësitë e veta, sporti ka vështirësitë pak më të theksuara fizike, por që me punë dhe përkushtim, me sakrificë arrin. I kujton shpeshherë fillimet tuaja? Fillimisht në Lezhë, pastaj ndoshta ndonjëherë në Shkodër, në Tiranë, në Gjermani. Gjithmonë kam qenë, jam dhe do të jem ai djali i Lezhës që hapat e parë i hodha këtu në këtë qytet. Cili ka qenë roli i familjes në gjithë këtë sukses? Familja ka qenë shtylla kryesore e karrierës time, në cilën jam mbështet. Edhe ata nuk më kanë lëshu kurrë, më kanë dhënë shtysa, më kanë dhënë motivim për të vazhduar për të arritur ditën e sotme. Çfarë do thotë tashme për Jurgen Uldedaj, qytetar i Lezhës? Një përgjegjësi më shumë për këtë qytet? Privilegj shumë i madh, edhe një motivim për t'ia shtuar disiplinës time të hekur, një motivim shumë i madh për të vazhduar përpara për të arritur sukses akoma më të larg. E thatë edhe gjatë ceremonisë, ky nuk është kulmi, kjo nuk është maja, sepse besoj që anëtarët mund të ketë të tjera arritje. Me nimin e Zotit do kemi arritje edhe më të mëdha. Faleminderit Jurgen. Faleminderit.